Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Profili i emisionit tonë kësaj radhe do të ketë për një qasje pak më ndryshe se herëve të tjera, sepse po fillojmë një periudhë kur jemi në prag të fushatës zgjedhore, ku do të kemi edhe kandidatë për Parlamentin e Republikës Kosovës nga partitë ndryshme parlamentare të cilat konkurrojnë në këto zgjedhje. Kësaj radhe kemi kandidatin nga partia Lidhja Demokratike e Kosovës, përkatësisht së bashku me listën Vjosa, Besim Kodra. Besim Kodra ka qenë dhe vazhdon të jetë në pozitën menaxheriale të shoqatës për mbrojtjen e pacientëve, po për shkak të angazhimeve tash në politikë, sepse siç e thash, do të jetë kandidat për Parlamentin e Kosovës, ka ndërprerje derisa të vazhdon fushata deri në përfundimin e zgjedhjeve. Zoti Kodra, mirë se erdhe në emisionin ton Fjala dhe Faktet. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Është kënaqësi edhe jona njëkohësisht. Para se të kalojmë në atë pjesën politike ku tash do të jemi më tepër të angazhuar, sepse po na imponon edhe situata politike, dua në profilin tanë, pasi që e kam lexuar, kam parë se jeni kanë vazhdimisht i angazhuar në shoqata të ndryshme, duke dhënë ndihmë juridike dhe forma të ndryshme të ndihmës për pacient dhe për njerëz të cilët kanë pas nevojë për to. Çfarë të shtyri që të bësh këtë veprimtari në veçanti për të drejtat e pacientëve? Ka qenë pak interesante, si më thonë, kur unë isha student, kisha një krizë shëndetësore, kështu dhe vendosa me shku në spital dhe pata shumë pak kënaqësi me të cilat nuk merr askush, edhe aty vendosëm me disa kolegë me themelu një shoqate cila ka mu marrë me të drejtat e njerëzve kur kanë me kërku shërbime shëndetësore. Prej aty për 13 vite me radhë kam punu me shumë pacient të cilët kanë pasur vështirësi me marrë shërbime shëndetësore, edhe kam trajtuar me mirë ankesat të gjithë pacientëve në gjithë Republikën e Kosovës, duke u munduar që atyre të ndihmoj për me gjetë rrugën në atë sistemin labirint shëndetësor që është. Puna ka qenë jashtëzakonisht interesante dhe fakti që kam qëndruar për 13 vite aty, edhe pse më kam bajt aty atë gjatë, ka qenë humaniteti që ti ke pas mundësi me bë me njerëz të tjerë. Unë i takoj shtresave sociale, edhe prandaj kjo punë ka vë gjithmonë me undi mirë. Krahas kësaj kam punu edhe në sistemin e avokatisë të përmbarimit, por megjithatë kjo është puna primare që vazhdimisht e kam dashur dhe kam bërë me qef. Profili im ka qenë interesant për shkak se unë me profesion jam jurist dhe gjithmonë kanë menduar se unë jam mjek ose infermier, mirë po unë i kam trajtuar gjithmonë të drejtat e pacientëve, që janë çështje juridike. Edhe kjo e ka bërë profilin tim interesant, është janë prej profileve të vetme në Kosovë që e bëjnë këtë punë. Edhe kur kam vendosur me dalë prej shoqatës nuk ka qenë diçka thjeshtë, sepse kam lënë një zbrastirje jashtëzakonisht madhe, po me qenë se kam hyrë për të njëjtin mision, me avancu që të misionin që shëndetësia në Kosovë me u rregullu, e kam pas më të lehtë me vendosë me hyrë në politikë. Pak a shumë edhe përgjigjen të cilën ndesha ta bëj pyetjen, por megjithatë po vazhdojmë po në të njëjtën arshinat e kësaj që ju e thatë më parë. Ju, për një moment, ju rrekët politikës, dhe ata, me sa e di, do me thonën shumë afër koha, kur ju u kyçet në politikë. 4-5 ditë, kështu. Do me thonën, ju keni kandidu, praktikisht jeni edhe në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, përkatësisht pas bashkimit me listën Vjosa, ju keni ardhur si rezultati i listës Vjosa. Çfarë pretendoni dhe çfarë do të punoni në fushën pikërisht të mbrojtjeve të drejtave të pacientëve, por jo vetëm kaq? Unë kam qenë përfaqësues i shoqërisë civile në Këshillin për Demokraci dhe Drejtat e Njerëzit, e cila ishte një strukturë brenda Presidencës së Kosovës. Aty na ka rënë shumë me punu me presidenten, edhe nga aty kemi kriju një oftësi, e cila mandej ishte një kërkesë që unë të jem pjesë e politikës, pasi që mendoj se është një profil i cili na mungon. Që në shëndetësi ka shumë mjekë e infermierë po mënoj në politikë, mirë po qasja prej pacientit
është shumë e rrallë. Zakonisht politika shëndetësore trajtohen prej lartë. Edhe kjo më ka bo me vendos me hy ma lehtë në politikë, edhe unë po pretendoj që do ta kem një rezultat të mirë për shkak se për gjatë gjithë këtyre 13 viteve kam punu me jashtëzakonisht shumë njerëz. Kam trajnuar thuajse gjithë personelin shëndetësor të qendrave të mjekësisë familjare në Kosovë, së fundi pa ta filluara me spitale. Kam takuar mbi 20.000 persona të cilët i kam edukuar për të drejtat e tyre në kujdesin shëndetësor. Kam trajtuar me mirë ankesa dhe besoj se këto janë një bagazh jashtëzakonisht i mirë për me pasat kurajën që me kërku votën për shkak se unë gjithmonë kam qenë shërbim të komunitetit. Edhe tani do ta vazhdoj njëjtë, por vetëm me një qasje tjetër. Ju megjithatë vini nga komuna Suarekës dhe por vini pak a shumë një emër padasht me ullë që nuk ju njojnë shumë aq në aspektin politik. Cilat kanë qenë veprimet e para t'juja pikërisht se njeriu do të niset prej bazës? Gjëja e parë, kur kam vendos për me hyrë në politik, ende pa u bë publik kandidimi im, i kam thirrë të gjithë ata personat të cilët kanë qenë në listë për deputet, që veç dije paraprakisht, dhe i kam treguar se për mua nuk ka qenë diçka e mirë që ata me kuptu prej televizionit se unë do t'jem kolegi tyre. Mandej kam filluar me i taku përfaqësues të strukturave vazhdimisht në lidhjen demokratike këtu në Suarek, edhe po ashtu po kontaktoj njerëz të cilët mendoj se e njojnë përparësitë e mia për të qenë në këtë garë për deputet. E di që sfidat nuk janë të vogla, por mendoj se ajo që neve na takon është me bërë një garë korrekte, edhe me dhënë një model që qysh njerëzit e tjerë munden me pa. Fushatat klasike të cilat janë bo model në Kosovë, me cilat kalohet shumë në sharje, fyrje, për mua nuk janë ato që unë i pretendoj. Përveç po e sjellin një profil të shoqërisë civile, po du me ndru edhe modelin klasik të bamit politik. Të paktën nga këndem. Me që ju keni qenë afër, si që thatë edhe vetë zyres e presidentes Vjosa Osmani, ish presidentes Vjosa Osmani, dhe me siguri keni pas edhe informacione lidhur me raportet që i kishte me kryeministrin Kurti. A mund të bësh publike disa prej atyne momenteve, do t'i quaja ma dramatike të atyne raporteve nëse ke mundësimi. Është në interes publik. Pa dyshim, me kënaqësi do t'i bëja sepse nuk jam person që mbaj kode kështu brenda. Mendoj se ne jemi në shërbim publiku të gjitha ato informata që janë brenda duhet t'i di publiku. Megjithatë, kontaktet me presidentet e të mia kanë qenë episodike, se aty është mbajt mbledhje, edhe ne kemi shku, por nuk kemi pas as kontakte të afërta brenda që ne t'i kuptonim se çka po ndodh në politikat ditore. Nga ajo që kemi kuptu, marrëdhëniet nuk kanë qenë të mira, edhe jo rastisht jemi në këtë pikë, e cila po i shtyn qytetarët edhe një herë drejt zgjedhjeve pa vullnetin e tyre. Për mua është jashtëzakonisht e vështirë si një politikan i ri, me i thirrë njerëz për me kërku votën, edhe ata me thonë nuk du me dalë fare se jam lodh me zgjedhje. Për mua, si gjeneratë e re, kjo është një dush i ftohtë, i cili është kriju pa vullnetin tim. Prandaj mendoj se politikanët gjithmonë duhet i kenë syt hapur, sidomos pas këtyre zgjedhjeve, se çka veprojnë me popullin, se populli mund vonon, por nuk harron. Domethënë vjen një momentum që ata e japin verdiktin. Domethënë ne po merremi me emra e nuk po merremi me numra. Domethënë njerëz me numra po dëmtohen, ekonomia po bjen. Mos harroni, një shtet që ka të lashe me kufit, me kushtetutën, me pacientët në korridore mund të vdesin, sepse ajo është jo dytësore, terciare, kisha me thonë. Po vrej se vazhdimisht po sjellni bisedën aty prap po dilni aty ku i dhem më shumë të shëndetësia. Nëse po presupozojmë se ju do të zgjidhni një deputet,
Cilat do t'jenë aktivitetet e para në legjislaturë, për shembull që të përmirësohet pikërisht gjendja në shëndetësi, me qenë se fahu i yt i veprimit është anej ka pacienti më tepër. Unë edhe kur kam vendosur me hyrë në politikë, unë e përcjell politikën për 13 vite, po e përcjell nga një kan tjetër. Nuk ka temë e cila mund diskutohet në politikë për cilën nuk jam i gatshëm me diskutu. Por nuk jam ekspert i atyre temave. Unë jam ekspert i shëndetësisë, për cilën gjë do të certifikohem në Barcelonë në tetor këtij vitit si ekspert ndërkombëtar për drejtat e pacientëve, edhe jam dakorduar me ta që unë të merrem vetëm me çështje shëndetësisë. Nuk është normale që unë me i bë 36 vjet edhe me qenë gjithmonë i pasiguruar. Gjithmonë me i ruaj do mjete në një stak se një ditë mos pas murem edhe duhet me pas mjete për mu trajtu. Për që të punë duhet me mendu shteti. Jemi 26 vite pas luftës, ne nuk kemi sigurime shëndetësore, ne ende blejmë barna, ende orvatemi portaleve duke kërkuar ndihmë për njerëz që kanë nevojë për shërbime shëndetësore që nuk munden të mimri. 20% e njerëzve në Kosovë nuk shkojnë fare te mjeku sepse s'kanë mundësi mi pagu tarifat, edhe unë kam hyrë për çet shtresë. Me ekonomin, me teritorin, me kushtetutën, janë ekspert tjerë që i kalli duke janë shkelqyshëm të cilët do të merren. Fokusi im gjithmonë do të mbetet ku njerëz kanë nevoja më të mëdha. Mos të harrojmë, shëndeti është nishi. Të gjitha të mirat e tjera pasaj janë zero. Sa do zero që të kemi është më mirë. Po mos e patëm nishin, gjitha zero tjera nuk kanë kuptim më. Ambicioze kjo dhe interesante, sidomos në atë pikën më të ndjeshme të shoqërisë sonë që ka të bëjë pikërisht me shëndetësinë. Por pyetja tjetër që kam menduar ta them është kjo. Ju si një politikan i ri që po futeni në një garë dhe po vini si rezultati një bashkëdyzimi në mes të listës së Vjosës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Cilat kanë qenë reagimet e brendshme brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës në raport me juve që jeni si liste e Vjosës, që po njihet? Që e kalumja nuk ka qenë shumë e mirë, kisha me thonë, në ato procese që ka ndodhur brenda Lidhjes Demokratike dhe gjithë qytetarët ato i dinë dhe ne nuk do t'i shmangëm. Është një rregull që problemi më i madh është kur palët nuk pajtohen që ka problem. Aty ka qenë një diçka e cila duhet të zgjidhet. Ajo që kam pa unë në bashkimin që ndodhe mes Vjosës dhe po mendoj Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm. Kam pa njerëz të cilët mendje kanë prit një moment të tillë. Unë e kuptoj që mund të ketë rezerva nga njerëz të tjerë që është normale, por mendoj se secila parti që rritet shumë fillojnë proceset e brendshme të lëvizjen dhe mos harrojmë konfliktet janë motor lëviz i shoqërisë. Unë mendoj se Lidhja Demokratike i ka pas krizat e veta, por jam fuqishëm i bindur që është në prag të kalimit të krizave dhe këtu e tutje gjitha hapat e tjerë do të jenë shumë sigurt, sepse i kaluar thuajse të gjitha krizat e mundshme që mund t'i kalojë një parti. Edhe kjo më ka bëu edhe mua me besu që unë mund të futem me një parti, se kjo është pika më e ulë ku ajo mund të ketë rënë edhe këtu e tutje gjithmonë do të ngritet. Edhe do të isha shumë i lumtur t'i takoj një organizate që është Lidhja Demokratike e Kosovës, që fillojnë nga pika ku është më ulët dhe shkoj duke ngritur bashkë me të. Konkretisht, ju si edhe njëherë po paragjykoj kështu që do t'jeni deputet, çfarë do të veproni në funksion të avancimit të shëndetësisë? A keni do një plan konkret që do t'ja prezentoni për shembull legjislaturës së ardhshme, apo në komisionet parlamentare që janë të nevojshme dhe të domosdoshme të vinë njerëz me ide të reja? Unë kam analizuar të gjitha planët që i ka pas Lidhja Demokratike ndër vite. Edhe i kam hartuar dhe një plan timin personal se cila do t'jetë ajo forma të cilën unë do t'i qasëm problemeve në shëndetësi. Gjëja parë dhe pa zëvendësueshme është digitalizimi i shëndetësisë. Nuk mundemi zakonisht LDK, PDK dhe partitë e tjera të cilat kanë qenë në pushtet janë akuzuar që sa vite s'kanë bërë asgjë.
unë mund të them me shumë përgjegjësi si ekspert i fushës që kanë qenë të mjaftueshme, su për të mjaftueshme 5 vite për me bë sigurime shëndetësore, për me digitalizu shëndetësinë. A dini që ne i kemi 1,5 milion veta në Kosovë, edhe i kemi dikun 5.400 veta mjek në sistemin publik, të cilët mund të menaxhohen nga një laptop i thjeshtë. E ne ende nuk kemi arrit me bë sistem elektronik të menaxhimit danave shëndetësi. Pa dhana kemi të lashëm me avancu përpara. Duhet bëhet mjekësia familjare. E keni pa mërgjimtarët kur të vinë te ne gjithmonë thonë e kemi mjekun e familjes, i cili përkujdeset për shëndetin e tyre. Unë gjatë historikut tim të punës kam taku njerëz që përdorin 25 barna në ditë. Merrni me mend, 25 barna përveç që kanë kosto ekonomike, kanë kosto të jashtëzakonshme edhe në shëndetin e njerëzve. Sepse nuk e kanë një mjek të familjes i cili përkujdeset se çka njerëz janë duke konsumuar këto. Kemi në anën tjetër faktorë të cilët nuk lidhen shumë me shëndetësinë. Kemi fëmijë të cilët mendzi i bartin çantat e tyre. Ato japin impakt shëndet, ata fëmijë do t'i lëviz kurrizi. Këto japin impakt në shëndetësi. Kemi një ajër jashtëzakonisht të papastër, e cila ka impakt në shëndetësi. Do të thonë, janë disa faktorë të cilat Kosova duhet i merr për bazë për me rregullu sistemin shëndetësor. Shto kësaj që ne jetojmë në një gjendje ekonomike që është shumë e paparabartë. Mjeku mund ta sheh një pacient i cili vuan nga një smundje caktuar, po supozojmë hipertensione, por e ka shumë të e vështirë qysh me rekomandu çka me hangër ose çka me pi ai kur e shet që gjendja ekonomike e tij është jashtëzakonisht e keqe e tan me rast social. Do të thonë, shëndeti si shëndet nuk varet vetëm nga shëndetësia, po varet edhe nga faktorët e tjerë, çka hajmë, çka pim, çfarë ajri titim, çfarë komunikacioni kemi, çfarë ekonomie kemi, të gjitha japin impakt në shëndet. Prandaj fokusi im kryesor do të jetë shëndeti, por edhe rrethana, po mendoj fushat e tjera të cilët japin impakt në shëndet. Ju nuk edhe me thallën jo 10 ditë nëse zgaboj 12 ditë ose dikun nëse zgaboj me 27-in fillon fushata zyrtare. Me çka do të drejtohesh qytetarit, jo vetëm komunën së Varekës, sepse ti je përfaqësues i Lidhjes Demokratike si kandidat për Parlamentin e Kosovës dhe votat vijnë gjithandej Kosovës. Konkretisht me çka do t'i drejtohesh, si do t'i drejtohesh qytetarëve për ta kërkuar besimin e tyre për ta dhënë votën? E para për mua kam qenë para një vendimi të madh jetësor për veten. A me i marrë fëmijët me ikë prej këtuit, a me i përvjel mangët edhe me hy në baltë. E me tentu me pastru një ambient që është kriju siç është kriju. Edhe mes këtyre dyjave kam vendosur me qëndru këtu se ky është vendi im. Edhe mendoj se fuqishëm duhet ta kemi këta prioritet. Çka unë do të kërkoj prej njerëzve të tjerë? Gjithmonë do ta them, fokusi im kryesor do të jetë sistemi shëndetësor. Për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që njerëz të kenë siguri shëndetësore. Thash, njerëzit ruajnë parën në një stak ata që munden, se mos pësmuren, e disa nuk i kanë edhe mund të vdesin gjatë rrugës. Nuk është normale me pas listat pritjes në 5 ose 6 vite për më operu se njerëz do të shkojnë mandej në sektorin privat. Po nuk do të merrem vetëm me sistemin shëndetësor. Do të synoj me u marrë edhe me sistemin arsimor, ku po i çojmë fëmijët ne. Jemi të diskutu këtu në fshatin Shiruk, ku brenda shkollës hyn qenë dhe i sulmon fëmijët. Do të thonë nuk është e vogël kjo, edhe ka kaluar shumë në heshtje, nuk është e vogël, është shumë e madhe. Do të thonë përveç që nuk arrim të edukojmë formën më të mirë, ja rrezikojmë edhe jetën brenda institucionit. Patjetër që do të merrem edhe me këta, do të merrem edhe me ekonominë, po gjithsesi temat të cilat i ditë dikush tjetër më mirë brenda Lidhjes Demokratike, unë gjithmonë do të synoj me ju shmangë. Për shkak se ne do të përparojmë vetëm atëherë kur do të flasim vetëm për ato që jemi kompetent. Në fushat, në kërkimin e votës, se besimi qytetar nxiten edhe polemikat e caktume prej akterëve politik ndryshëm këtu në Kosovë. Edhe jemi dëshmitar për shembull se linqimet dhe format e ndryshme të shantazhit vijnë nga subjektet e ndryshme politike, por si do t'i përballoje ti ato si një djalë i ri në politikë?
Se keme pas, jam i sigurt. Këto ma kanë thonë edhe familja para se mjë hynë garës për deputet. E para, unë nuk friksohem nga asgjë për shkak se jam shumë i pastër, jam pas një lloj hipoteke. Unë e di që mund dalin, si me thonë, linçime, gjanat e tjera, me cilët fare nuk do të merrem. Gjithmonë unë synoj me rujt një nivel të komunikimit edhe të formës se si vepraj. Të më thonë, për mua është jashtëzakonisht e vështirë me jetu me një shoqëni ku femrat janë gjithmonë duke u sharë. Janë duke u sharë, nanat janë duke u sharë, motrat, edhe në vend se ne të punojmë me rregullu një sistem të arsimit që avancon edukimin e njerëzve, ne po japim një shembull jashtëzakonisht të keq. Unë nuk i takoj një shoqënie të tillë. Edhe gjëja më e mirë që kam vendosur me bë në qoftë se do të ketë, unë nuk mendoj se i kam bërë gjaskujt, por në qoftë se do të ketë është me injoru. Nuk janë model i imi komunikimit edhe prandaj do të shmangojmë gjithmonë. Cilat janë vërejtjet e tua që do t'ua prezanton qytetarëve pikërisht në sektorin për cilin jeni përcaktuar, qeverisë aktuale? Ajo që për mua është shumë e rëndësishme është uniteti kombëtar. Krijimi i një identitetit të vendit. Për mua problem nuk janë kundërshtar politik. Për mua problemi ose armiku i vetëm janë problemet që i kanë njerëzit. Unë do të merrem me problemet që i kanë njerëzit. Në qoftë se unë filloj me u marrë me kundërshtarin tim, problemi ka me avancu rrugën e vetë, edhe aja shkon dam të këtyre që unë pretendoj me i përfaqësu. Prandaj gjithmonë do të synoj me injoru ato kundërshtimet, ato kritikat, për me mujt me kriju një identitet kombëtar. E shiqane, ne kemi bërë 26 vjetë pas lufte dhe i kemi dëmtu vlerat shoqërore. Edhe dëmtimi vlerave shoqërore po dëmton shoqërinë në përgjithësi. Po dëmton edukimin, po dëmton shëndetësinë, ekonominë, sepse nuk kemi rregull në bazë të cilit ne sillemi. Prandaj edhe mendoj se ka qenë investim i jashtëzakonshëm edhe i shtetit fshin Serbisë që neve mos më na lën kurrë me kriju identitet. E sheh njerëzit vazhdimisht nuk kanë ai fanatizëm për shtetin ku jetojnë. Dhe kjo është e dhëmshme. Ti duhesh me kriju një vlerë shtetërore mbi cilën njerëz fillojnë me besu dhe besojnë fuqishëm, e tek atëherë mundesh me progresu përpara si shtet. Nuk janë të rastishme ato lëvizjet vendnumërore brenda Kosovës, sepse gjithmonë ka një ambient polarizues i cili nuk na lën me ecë përpara. Unë mendoj se Serbia tankët i ka heq, por këto polarizimet që i kemi kriju brenda janë më të këqija se sa tankët që ajo ka pas. Kush i kontriboi më shumë kësaj? Mund të them se gjithë nga pak, por kohëve të fundit kjo ka pas një rritje zakonisht madhe. Unë nuk mendoj se gjërat mund të shkojnë kështu mirë. Burgshtetasit që nuk mendojnë për shtet, po për shtet unë mendoj se shoqënia do të më eliminu. Jo me eliminu në kuptimin klasik të fjalës, po eliminim politik. Ata mund të jenë qytetarë të ndershëm edhe të bëjnë punë të tjera të mira, por nuk janë për politikë. E kuptoj përgjigjen e juaj pak a shumë oportune. Pyetja jem edhe një herë. Kush mendoni se e ndihmoi këtë polarizim më shumë prej subjekteve politike? Se po bë pyetjen drejt. Ajo është botërisht e ditur. Vetëvendosja i ka kontribuar zakonisht shumë polarizimit të shoqënisë. Edhe krijimi i një ambienti ne edhe jo është jashtëzakonisht i vështirë. E përmenda ata janë njerëz të vendi. Edhe ne duhet të kemi kundërshime politike se prandaj ka polarizim politik, po ata nuk duhet me qenë armiqsh me këta të tjerë. Do të thonë, momentin kur mendojmë ne dhe ata është një farë mendimi racist, sepse ne po e mbrojmë që të racën tonë këtu ku jemi, ndërsa ajo raca tjetër është ai kërcënimi që po na rrezikon. Nuk guxojmë me ulshu në si diskutime. Këto na çojnë në një humner. Unë mendoj përveç që dëmtojnë shoqëninë kanë me dëmtu edhe shtetin. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Unë e përmenda nuk i takojnë, të paktën nuk dua me bërë një fushat klasike që është ndodhë këto, ku unë edhe kundërshtarët e mi politik fyhemi vazhdimisht ose shahemi sepse problemet e njerëzve nuk janë të zgjidhur.
nëse mendojmë për problemet e njerëzve, një përkundër dallime politike do të gjejmë pika të përbashkëta. Shoqëria civile më ka mësuar gjithmonë që mos më fokusu te problemet, por më fokusu te zgjidhjet. Dhe gjithmonë do të synoj cilat janë zgjidhjet që më ofru njerëzve edhe ata me mujt me bëj jetën më të lumtur. Tani nuk po bëjmë jetë lumtur. Zoti Kodrej, falenderoj shumë për kohën që gjetët që t'jeni në emisionin tonë dhe urojmë që të arrini suksese në misionin tuaj të ri në politikë e që të kontriboni në interesin e qytetarëve në përgjithësi. Faleminderit shumë, për mua ishte kënaqësi dhe besoj që do të jem një vlerë e shtuar e këtij qyteti edhe e politikës në përgjithësi në Kosovë. Shikues të nderuar, ishim me Besim Kodrën, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës, përkatësisht lista Vjosa, në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit të këtij viti. Ju falenderit për vëmendjen.